Po e humb Donald Trumpi luftën me Iranin. Për me u përgjigj në këtë pyetje, fillimisht duhemi me ditë se cilat kanë qenë objektivat e Trumpit në luftë. Çfarë qëllimesh ka pas? Secili shtet kur futet me një luftë, kallëzon çka po don me mrri në fund saj. Çfarë cili ka? Sepse lufta nuk mundet më konë qëllim në vetvete. Lufta me Iranin ka fillu para 10 ditëve, kurse presidenti Trump për çdo ditë i ka ndryshu ka pak qëndrimet. Ka dhënë rrëfimet ndryshme. Kur nuk është konë krejtësisht i prem se çka konsideron ai fitore e cila shtin ata me nal luftën. Fillimisht kalon me kuptu se qëllimi i luftës ishte ndryshimi i regjimit islamik atje. Mandej kalon me kuptu që fitore do të ishte edhe nëse regjimi nuk ndryshohet, por lideri i ri suprem caktohet duke u koordinu me to, pak a shumë modeli i suksesshëm i Venezuelës. Ra Maduro, regjimi është miqësor me Amerikën. Mandej, gjithashtu kalon me kuptu që qëllimi arrihet nëse trupat speciale amerikane futen në Iran edhe i konfiskojnë 400 deri në 500 kg uranium të pasurum, e i marrin ato me veti edhe e parandalojnë Iranin me kriju armë bërthamore. Deri tash, kur jena në ditën e 10, asnjëri prej këtyre qëllimeve nuk është realizu. Suksesi i ditës parë, që ishte vrasja e Ali Hameneit, nuk duket që është përcjell me suksese tjera në ditët në vijim. Amerika e Izraeli kanë fuqi superiore ushtarake në krahasim me Iranin. Mirë, po kjo nuk do më thonë kur gjë konkrete në këtë rast. Fakti që janë më të fuqishëm. Kërkush nuk e vën dyshim që Amerika e Izraeli mundën me e bon rrafsh për toke Iranin. Mundën me i vra miliona njerëz, po kjo nuk do më thonë që ata e kanë fitu luftën. Nëse dhe matutje Irani qeveriset prej klikës religjioze antiperendimore që ka qëllim krijimin e armëve bërthamore e që ka qëllim shkatrimin e shtetit Izraelit. Në anën tjetër, regjimit teokratik në Iran nuk i interesojnë as sa iranian janë vra, e as sa është shkatru veni tëne. Ata shpallin fitoren qatë dakik që Amerika e Izraeli i ndalin bombardimet, pa arrit me i rëzu ata nga pushteti edhe pa arrit me jau konfisku rezervat e uraniumit të pasurum, që si që thash janë 400-500 kila. Prandaj Trump është në siklet, nuk po e ka qartë qysh me u tërhiq edhe qysh me shpall fitoren. Sepse mediat edhe publiku në Amerikë kanë me pyet, kanë mi thonë bës çka ke që kjo, çka bënëm. Trump tha dje se qëllimi i luftës është arrit edhe sipas tij, nëse sot nalet lufta, në rregull jemi. Ama kundërshtarët edhe të partisë vet, po i thojnë kjo nuk është e vërtetë. Sepse ky nuk ka qenë qëllimi. Nëse Trump e nal luftën sot, ai këtë e bën jo pse e ka fitu luftën, jo pse i ka arrit qëllimet, por sepse votuesit e tij janë të frustruar prej pasojave që ka fillu me i prodhu lufta për ata, në mënyrë konkrete. Trump, kur është konë në opozit, po edhe kur është në pushtet, barometer për shëndetin e ekonomisë, e ka çmimin e naftës në për pumpat benzinës kudo në Amerikë. Në Amerikë, nafta shitet me gallon. Një gallon është 3.7 litra, gati 4 litra. Në janar, një gallon ka kushtu mesatarisht në krejt Amerikën $2.7, kurse dje ka kushtu $3.5. Pra, prej kur ka fillu lufta, është shtrejtu pothuajse $1 galloni. Votuesi republikan nuk është si votuesi kosovar, kur e prek në kulet, duhesh me u djersit shumë për m'ja shpjegu pse që kjo luft që jetu je bo, ja vlen që ai me pagu çmimin pak ma shtrejt. E Trump nuk është lodh më dhon shpjegime të gjata. Ka mendu që lufta zgat shkurt edhe fitoria është e lehtë. Mbështetja e publikut për luftën është konë jashtëzakonisht e ulët që prej fillimit. Simas Gallupit, veç 30% e amerikanëve janë dakord me luftën. Për shembull,
Mbështetja amerikanëve për luftën e Kosovës për bombardimet o shkon 60%. Për Afganistanin edhe Irakun o shkon 90% e amerikanëve e kanë mbështet ndërhyrjen në Afganistan edhe në Irak. Sigurisht që ma vonë ka ra kjo mbështetje kur është rrit numri ushtarëve të vrarë amerikan atje. Trump për këtë luftë është duke u kundërshtu ashpër përveç kundërshtarëve politik edhe prej atij rrethit vet. Qysh është Tucker Carlson, gazetar, influencer, i cili po mban qendrim të fuqishëm. Carlson, i cili ka audiencë të madhe te republikanët, e posaçërisht e maga. Po lën me kuptu që kjo nuk është lufta e Amerikës, po se Trump edhe Amerika janë duke i kry shërbime Izraelit. Ndoshta është herët me konstatu për epilogun e kësaj lufte. Mirë po linja e luftës që duhet me njek Amerika, po është tepër e hollë, tepër e zërshme. Nëse shkakton vrasje dhe shkatrime masive, po nuk e rën regjimin, atëherë Amerika vetëm sa i ka dëmtu mbështetësit e vet në Iran, edhe e ka forcu tregimin e regjimit. Kundërshtarët e Trumpit pe fillimit kanë thonë, edhe vazhdojnë me thonë, Amerika në këtë luftë nuk është me popullin e Iranit, është me regjimin islamik të ajatollave i cili gjithashtu nuk është i popularizuar në Iran. Vrasja e civilëve, shkatrimi i infrastrukturës, vështirësimi i jetës për banorët e Iranit, vetëm të çon ujin mullinin e regjimit. Situata po rëndon Trumpin edhe më shumë politikisht, duke e ditë që ai ka shumë deklarata të kaluara kundër futjes Amerikës në luftë në lindjet mesme. Është slogani i tij America First. Prandaj Trump ka rreziku fort duke e nis këtë luftë. Është në kundërshtim me parimet e tij. Për me shpall fitoren Trumpit i duhet me fitu shpejt, lirë, bindshëm. Sikur në Venezuelë, me një akt edhe me dalë për aty. Mirë për regjimi teokratik në Iran ka tjera plane. Po don me mojt Trumpin luftë sa ma gat, me ja bon luftën sa ma të shtrejt, edhe mi ja relativizu fitoren, sepse dhe ata po e din që Amerika nëntor ka zgjedhje për kongres. E nëse lufta vazhdon, e çmimet shtrejtohen, atëherë humbja e Partisë Republikane në ato që njihen si midterm elections është e pashmangshme. Sponsorët videove të mia, edhe të kësaj, janë Riga Farm, që është kompania më e madhe farmaceutike në Kosovë, është Jys Kosova, Kafe Pavin, Buzhala Estate, si dhe rezorti turistik dhe ndërtimor në Shenzhen Holiday Inn.